Dorina Shamo, kam një pyetje për ty. Ke një frontera shumë të suksesshme në Tiranë dhe ja si motra dhe homologët e tjera franshizë nëpër Shqipëri që do bëhen dhe ato të mëdha sepse kanë vizionin tënd. Pse erdhe ti këtu në Palas, sepse këtu të komplikohet pak jeta, edhe pse pamja është e bukur dhe lindja diellit dhe perëndimi shojnë ndryshe se është e vështirë ta menaxhosh në distancë. Distanca shumë e vështirë. Vështirë stafi besoj. Ka dhe vështirësitë e veta stafi dhe për ne kemi marrë shumë nga jashtë dhe kjo ka qenë një vështirësi tjetër. Por unë zgjidha të jem tek më të mirët. Investitorët zgjodhen që të bëjnë një investim të këtij niveli në hotel, ndërsa unë zgjodha të bëj një spa të këtij niveli brenda hotelit Em Galeri. Uroj që ky të jetë një investim i mirë për këtë hotel. Unë do vi në fakt nesër dhe do bëj një shërbim full nga kati parë deri në katin e 5 për veten time. Do marr një kohë në dre kur dielli është përvolus edhe do vi këtu për kënaqësinë time. Shumë të lumtur të mirëpresim dhe të bëjmë vërtet turin si klientë tashmë, jo si një bashkëpunëtore e preferuar e jona, e të gjithë brendit, sepse unë e fillova me Alkedavesiun, kështu që uroj që gjithë rrugtimin ta kaloj me të. Tani frontera ka si motra, po frontera ka dhe mikesha shumë të dashura që i suporton, siç ne suportojmë gjithmonë me shumë dashuri Dorina Shamon dhe fronterën. Beben e saj që po rritet dhe po bëhet një familje shumë e madhe. Shijojmë diellin tani, perëndimin e bukur këtu, si po na flet qielli. Ua, është një perëndim spektakolar, nuk e di. Këto ngjyra tani mua më emocionojnë, është spektakël i vërtet.